Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot dua të ndaj me ju një nga recetat më të thjeshta, një nga recetat më të vjetra duhet të them, është pamaja, pa sodë, pa pluhur fryrës dhe pa vezë. Përgatitet shumë shpejt me pak përbërës të cilët ju gjenden lehtë në shtëpi. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë dështojmë 300 ml ujë të vakët, 100 ml vaj ulliri ose vaj lule dielli, pak krip dhe masën do ta përziem shumë mirë. Do shtojmë 200 deri në 250 gram miell, mund ta shihni edhe me sy, pasi varet se sa përthithës është ai, dhe do ta përziem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Masa që duhet të na formohet duhet të jetë e shkullët, sikur përgatisim kek. Pasi është gati, do shtojmë 150 gram djathë të bardhë, do vazhdojmë përzierjen përsëri derisa ta bëhet një masë e njëtrajtshme. Tavën që do ta pjekim do ta lyejm shumë mirë me vaj, e mira është që të jetë një tavë që nuk ngjit. Nëse tava që ju do ta piqni ngjit, mund të vendosni një letër pjekje poshtë. Do vendosim mirë vaj, ulliri do ta hapim mirë dhe do vendosim masën në tavë. Do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati, pjekja gjithmonë në varësi të furrës që keni. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Siç e shihni, është gati, është krokant në sipërfaqe dhe i butë në brendësi, edhe bukë edhe gjellë. Ne nga Belçi e quajmë laknur. Pastaj me kalimin e viteve është përgatitur edhe me vezë, me qumësht, me kos, me sodë, por në fakt mua kështu më pëlqen më shumë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit!